Tani zotë Dervish nga bë një përmbledhje këta, që janë këta, se ti po bën dhe një libër. Librin e kam bërë librin, e kam publikuar shumë herët. Doli libri? Ka vite që ka dalë, por unë me që jam marrë nga revista Klan, ka ndjenjë mirë historinë e këtyre, i grumbullova dikur dhe bëra një libër, por duke u marrë... Lije një libri në zotë Dervish. Nuk e gjenë do të më... Tani... Shqitur. Tani, ideja është që unë i ndjek... Unë i ndjek këto dhe gjithmonë me që kam bërë një libër, base mund të vazhdojmë i të... E morëm vesh tani këtë, vazhdo. Pra, ajo që më ka bërë për shtypje mua është që kemi një lajm 4 nëntor, që është para 2 ditësh. Morëm vesh deri këtu. Cili si pas jush, me që ti pas ka një eksperiencë shumë të gjatë në këtë kënd, cili si pas jush ka qenë mashtruesi më i madh shqiptar në kohë? Sa njefti si kohë? Tani. Kjo është shfaqur si i tillë, prokurora, që mund të jetë shfaqur aia? Mashtruesit më të mëdhenj në Shqipëri janë politikanë shqiptarë. Ata që janë në majë. Që për këtë punë e ka bërë librin? Jo, nuk e kam bërë për këtë, po flasim mashtrues real janë ata. Ne merremi me mashtrues, pra ata e ndërtojnë mashtrimin, mbi votën, e kanë infrastrukturën të ngritur. Ne merremi me mashtrues që e fillojnë nga zero. Dhe këta janë interesant. Tani më i madhi, unë mendoj se është në fushën e politikës dhe ky është një person që në vitin 2016 u vetë shpall presidenti i Republikës së Çamërisë. Ky jetonte në Holand për 25 vitesh, quhej Festim Lato, me origjinë nga Vlora. Kishte pas probleme me mashtrimin më përpara, rekorde. Dhe arrin në 20 mars 2019 të mbaj një fjalim në Parlamentin Evropian. Kush është ky? Festim Lato. Bajti fjalim në Parlamentin Evropian? Fut në Parlamentin Evropian. Kush është? Ja, i aty, civili. Kurse ata në ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Çamërisë. U fut në Parlament dhe mbajti fjalim? Fut në Parlament dhe mbajti fjalim. Dhe ata dëgjonin? Po, ka dhe një foto nga, nëse e kanë, mund të kenë një foto nga Parlamenti Evropian. Pas ka më budallin se Parlamenti ynë, më pëse. Shife, ja ku e ke. Brenda Parlamenti Evropian. Figura... Ja ku e. Do me thënë, është futur aty, ka mbajti fjalim? Është futur dhe ka mbajti fjalimin? Tani, shiko si është puna. Duke qenë i vendosur në Holand, dhe duke u vetë shpallur presidenti Çamërisë, ky gjeti një mundësi se si të futej në parlament. Mundësia ishte përmes një strukture që ishte për popujt e pa përfaqësuar. Kishte një strukturë parlamenti që ishte për popujt e pa përfaqësuar, dhe me që ky pretendonte që ishte presidenti i Çamërisë, ky arriti të futej dhe të mbante një fjalim aty për Çamërinë. Nga ky moment ai u bë shumë popullor, zgjodhi atë, si thua, ekipin e vet, një zëvendës president, një sekretar të përgjithshëm që ishin personazhe të njohur gjithë, por që s'dinin se ç'ishte ky dhe ç'bënte ky. Filloi të vishte njerëz me uniformat ngjashme me uniformën e UÇK-s, po e quajti ushtria çlirimtare e Çamërisë dhe arriti pra të merrte pranë. Ajo që ndodhi pastaj, ne skuptuam gjë, pas 3 vjetësh ky vritet në Holland. Dhe hetimi zbuloi që ky kishte marrë miliona euro nga investitor shqiptar dhe holandez për të realizuar Republikën e Çamërisë. Shiko, më thoni një sekond vetë, më lutem. Po. Razhan, të lutem shumë me ekipin aty, përpiqu se po flet Berisha, thonë dhe Berisha mund të flasë deri në 12, nuk ka votim. Shalci mund të dilte me ne. Po dhe po të votoj Shalci nuk prish puna aty më burë, se i ka votat, sa duesh ka e drama vota. Provoj njërë, provoj se kjo është gjë e tmerrshme. Se tani doli mashtrim gjithë shka pastaj. Kjo që po dhe fos Ferdinand. Pra skema ishte e tillë. Unë jam presidenti i Republikës së Çamërisë, me që u bë Kosova, u çlirua Kosova, do çlirohet edhe Çamëria, dhe ju mund të jeni persona të preferuar si biznesmen, që të investoni dhe të rrisni fitimet tuaja në Çamëri. Po si biznesmen parlamentar ta? Jo more njerëz të thjesht more burr, biznesmen nga Holanda, biznesmen shqiptar e tjera. U mori miliona euro, pas 3 vjetësh e panë që nuk po i kthente, këto dhe e vranë. Kjo është histori e tij. S'është më ky. Ky s'është më. Po, dhe më mbrapa dolën histori se si patriot shqiptar, kryesisht kosovar, që donin të ndihmonin për çështjen patriotike, shkonin te ky dhe i falnin çelsat e vilës 1 milion euro për patriotizëm, një pasuri tjetër. Pra këtë punë kishte bërë. Për mua ky është mashtruesi më i madh shqiptar
që unë kam njohur. Ysh mi madhi, thua ti. Mi madhi. Po të tjerë tani një renditje që... Tjerë ka sa do të duhesh. Unë isha bërë gati, në fakt, nuk do të bëj dot atë, se thash për i futur një Ferdinandit një emër që është mbi mashtruesit e tjerë të gjithë, por nuk ta munda dot se ky që nga më i madh. Që i ke njohur jo të gjithë, ke renditje që Vasili nuk besoj se ke. Ka të tjerë gjatë të fortë. Vasili nuk besoj se ka njohur. Ha? Kë? Është një, po hajde. Nuk e... Se ne ngatrojnë, se pa kode. Ka shumë Vasile dhe... Po unë di që ka pas... Jo, Vasili Vjenësa, jo, se ka emra plot ashtu. Shiko, Po nuk ka lidhje. përflitet një personazh në Durrësi, i cili është i aftë të mashtroj grupet e fuqishme të trafikut. Ka emër mbi emër kë? Ka emër mbi emër. Po fute. Ta di, ta njoh popullata. Të mos e themi. Por e ta njoh popullata se mos e hanë. Nuk e ka me popullatën ky. Ky është aq i fortë. Jo, ky që nga Robin Hood, se po gënje ka këta drogës, mirë e bërë. Po gënjen këta ai që ka mjeshtë. Ky është aq i Që fortë. meriton të... E kemi si foto? Po lërë tani ta Apo të mbuluar? tjetër atë histori. Ky është aq i fortë. Por e ti e ke futur në libër atë? Jo, nuk e kam libër. Jo, thjesht janë histori që Po i ashtu... Shiri ky ka dalë. Ashtu hajde të tregoj unë... dal nga libri. Hajde të them dhe unë bregu eshme. Shtu është futja kot, thoti. E përdor shteti jonë këtë? Me qenë Po qa përdor shteti jona i punon për llogarit vetë? Ky po, dhe ky është goxha i fortë. Me fjalë që arrin të mashtrojë. Kur e dini ju, e di dhe, besoj se e din, edhe po ashtu këtu e din dhe policia tani, apo jo? Unë nuk e di policia, unë e di nga disa burime dhe unë sapo kam redaktuar një shkrim që do publikohet tani së afërmi nga një autori tjetër për këtë person. Kështu që di shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Nëse vazhdojmë mund të sjellim personazhe të tjerë. Ylli? Po. Po. Po që të paraqiten aty se pa emër nuk të pranojme? Me kemi me Se këtu mashtrues ke sa duash, ore. Fotografi thla. Me fotografi, po, fillo. Moza Ujka. Mashtruese. Po. Tyre fotografin. Përpiquni ta kemi. Tani shiko si është. Ç'është kjo dhe nga është? Kjo është një vajzë që fillimisht, pra me këtë kam nisur unë karrierën andi. Është kjo. Ja ku e ke. Kjo jeton. Me këtë kam nisur unë mashtrimi i parë që kam bërë. Me fjalë, shkrimi i parë, mashtrimin e parë. Te revista Klan është kjo vajza, e cila në kohën e Berishës së parë shkon te prokuroria e rrethit Tiranë dhe hiqet si oficere e policisë gjyqësore. Dhe ç'a bëre? Shumë mirë veprimet se ku ishte ministri Musaraj, që është në Belgjik, thot atyre, po s'ma ka firmosur akoma urdhrin, po unë dua një zyrë. Kalon Liri Berisha se kishte shpinë aty dhe në qafë, ku je, thot. Për qafoj dhe Lirin? Po si e një ore vjetër. Si e një ore vjetër. E të tjera dhe kjo arrin të bëjë lëmsh prokurorinë e Tiranës dhe të mashtrojë dhe prokurorët vetë aty, të marrë legët. Për, sidomos për viza italiane në atë kohë ishin shumë të kërkuara. Më mbrapa, i del boja këtu, goditën... Do kalosh pastaj te këta që janë si prokuror. Dhe kështu se na marrin qafë. Ishte prokuror. Po i tregove gjithë këtu. A ishte OPG. Kemi 2 vjet. Po televizia Instikami. A ishte OPG kjo? OPG, po. Po. Atëherë, shkon në Itali. Kjo. Ikën në Itali, fiton azilin. Pas disa vitesh, më komunikojnë me email nga Italia. Ishte një vajzë që më thoshte si e njehti këtë, unë e kam frikë këtë, kjo më ka mashtruar mua, a qëndron një grup i strukturuar kriminal në basaj se unë e kam frikë, po që të ka bërë, unë morën vesh, i kishte marrë 30.000 euro, dhe për të shkak, ajo qante, tha, unë dava nga e dashur, i tha, kështë dëmimi i madhë, si që... Tani jeton kjo? Kjo mashtron në Itali. Tani? Vazhdon mashtrim. Dhe mund kam pas të pak në 3 kontakte me 3 personazhe të ndryshëm që kërkojnë ndihmë nga unë, se si t'ja bëjmë këtij njeriu që na ka mashtruar. Si prokurori i Spakut, kush është shfaqur nga këta? Atëherë, jo, historia më e bukur e kohës komunizmit, të shfaqur. Se janë 20 pres, po janë shfaqur edhe disa. Si prokurori i Spakut, ke edhe të tjerë. Po, jo, historia më e bukur, me që kemi kohë është e kohës. Jo, s'kemi se mund ta futim më vonë atë. Fillojmë në pjesën tjetër, mbarojmë me si prokurori i Spakut është shfaqur në 10 kryetarin e Bashkisë New Yorkut dhe pastaj e futim prap shalsin në fund se s'kemi çaj bën. Do gjë ngatrohet në Shqipëri. Si prokurori i Spakut është shfaqur në 10 tetor. Prokurori i Spakut po? Shkapu në Sarandë. E kemi fotografinë? Jo, nuk ka foto të ti, po ka shkrime që mund të... Ka bërë shkrime kjo? Jo, më janë bërë shkrime në media që mund të nxjerrin si ilustrim. Një Alban Muço, i cili kishte 20 vjet aktivitet në mashtrim.
Dhe në fund kaloi prokurori Spakut. Po, në fund u bë prokurori Spati pik frike, që ata 20 ishin, dhe spati pik frike se mund të identifikoj. Jo, atëherë, pra ishte, ka një probleme këta. Këta njerëz janë mësuar të mashtrojnë, si thuash, janë shumë të zotë për të bërë një lloj mashtrimi. Pra, nëse dikush është i zotit të bëj policin, pra të mashtroj duke bërë si polic, ose të mashtroj duke bërë si prokuror, mbetet po aty, nuk shfaqet dot në një mënyrë tjetër. Një rol kam. Një rol din të bëj. Mbaj mend ishte një mashtrues pleq, ai dinte të mashtronte vetëm pleq. Bëri burg, doli nga burgu vati prap u kap duke mashtruar pleq. Jo të gjithë mashtruesit tani se këtu ke 1 milion mashtrues tani. Po pra, ky i fundit është Alban Muço, që po të them, u kap në Sarandë, hiqe si prokurori Spak, kishte marrë një makinë me xhamaxhez, kishte punësuar 3 veta, u kishte dhënë në armë, u kishte thënë ju jeni OPG, paguheni nga prokuroria e përgjithshme, etj. Këta kënaqeshin se rrinin me të dhe bënin si të fornë për Sarandë, vilnin në një gjop, dhe por karburantin e paguani vetë, hotelin e paguani vetë, sepse mashtruesi. Sa zgjati kjo më falë se përpjes? Sa mund zgjati kjo atëherë në 2024, ky është kapur në Berat. Para një viti është kapur në Berat, te hipoteke e Beratit. Se si kanë lëshuar dhe si është kaq shpejt në aktivitet, po kaq. Nuk zgjat më shumë. Dhe është kapur në Sarandë sërish, i sapo kapur. Po ajo më interesante është që janë aq të zot. Pra e kanë krijuar aq bukur atë rolin e tyre, sa ai punëson disa njerëz, i thonë juve do ju paguaj prokuroria e përgjithshme, do më shërbeni mua si prokurori Spakut, u jep një makinë, u jep armë, dhe shoqërojnë këtë. Kjo është gjithë historia interesante e këtij personazhi. Po i policisë, më i lartë kush ka qenë? Si? Mashtruesi më i lartë. Jo, një mashtrues. Veç gratë ka patur në polici. Majori sigurimit shtetit. Ajo ka qenë një histori. Sigurimi shtetit ka në ndërër, sa? Ona e Enverit. Nuk ka mundësi. Po. Në vitet 60, një vitet... Ka atyre struturon të miza më, bëshat. Edhe në kohën tuaj pas ka qenë e të mërshme. Bëshat. Atëherë ka qenë ko mashtrimi e madhe. Po jo, po i mashtron të vetë maj lartë, s'kishte kaq poshtë, po pas ka qenë majori sigurimit. Por rastësin e majorit të sigurimit. Majori sigurimit vinte në një ekskursion në Kalan e Shkodrës, por kishte një zakon që vishej bukur, vishej mirë. Me ato që ishte kolektivi punonjës, me autobuzin e Tepelenës, nga i fshati Tepelenës, ishte, vjen aty dhe dikush nga sigurimi shtetit e shikon kështu që ky rinte. Ky kishte halle i shkretë se kishte probleme me komunizmin, kishin vrarë babain, kishte qindale me komunizmin dhe rinte si ndryshe nga të tjerët. Dhe një nga këto sigurimit vetë edhe i thot, ti i thot ai mos ke ardhur me këtë shokun Gogo. Pra ishte Gogo Nushi ato ditë në ty dhe ti je shoqëruesi Gogos. Po i thot, ky kaplojnë aty, e aty e marrin, afrohet e dega e Shkodrës, i shoqëruar po dori ca kohë këtu, se jam e shërbim, fillojnë, japin një armë. Shabani më shkruan nga Amerika, miku i emisionit, që ndje gjithmonë bushat. Shabani shkruan nga Amerika preç, që është miku i emisionit gjithmonë, mashtruesimi më thot, kotja fotin se ky, nanu më ka qenë njeri i mirë, është nanu që kur doli nga burgu tha që të jap gjithë parat e piramidave. Duke tumbur dhe Shabani atere. Politike. E tha, është mashtrim politik, nuk lejohet. Lejohet Shaban. Po me thënë Shaban, thuaj, nuk ka faja i që ja mori, po ka faja i që si a dha. Dakord? Ai nuk është shtirur, si me thënë, ka folë si ka qenë dikush ja mori atyre, me qëra Lafi, mashtrimi më i madh që ka pas impakt në popull është mashtrimi piramidave në Shqipëri, bëhet fjalë. Jo, themi kur një njeri, domethënë vihet në pozicion. Po flas për personazhe, për këtë lloj mashtrimi, po. Impostor, që i thon amerikanë. Ka tipa shumë. Po. Ky majori i sigurimit i vuri syrin gocës më të bukur të Shkodrës, u feju me të, erdhi pastaj bëri lëmsh degën e brendshme të Durrësit. I qanë fedja këto i ka si... Dhe aty ishte koha kur vinin turiste gjermano-lindore. Dhe gjithë historia ishte me këto, ku shkonte nga këto të degës me një turistë, po ishte një super story. Dhe ajo që të kuptosh pastaj se sa dëm bëri ky, apo sa e guximshme ishte kjo që bëri ky, ishte kur ky u kap, që u bë një tronditje si tërmet dhe u rrëzua gjysma e sigurimit të shtetit, bashkë me Feçor Sheun që më mbrapa do bëj ministër i brendshëm. Dhe Feçori që i qepet këtij, këtë e kam në biseda private me te, që ai më shqepur, po më ka mbrojtur Beqir Balluk. Ky, më falni, Kadria Zbiu, po pse të mbronte Kadriu? Sepse tha më erdhi në Qelitha
dhe më tha, më bën një nder, i tha çfarë? Filanin dhe filanin në gjyq mos i përmend. Ishin dy kushurinjtë të miqte e këtij e Kadriut. Dhe unë e bëra këtë tha. Më shkruajnë Ferdinand i qenë ka shumë matë, kur s'ka temë, beka shpëtoka, kur s'ka temë që më ikën shalsi, shpëtoka më shkruajnë Ferdinand i qenë ka shumë i madh, thonë që kur s'ka temë që ikën shalsi, e merr shalsin Berisha këta aty, që vënë votim, pam. Pra, për kjo ishte ajo me fjalë, tërmeti që shkaktoi, kjo tregoj që ajo vërtet ishte një ngjarje shumë e madhe. Ajo, çfarë ky ka dhe element të tjerë, nuk i tregonte, ishte shumë i kujdesshëm dhe kishte shumë merak frazën mashtrues. E kishte të merr, unë nuk jam mashtrues e tjera. Këtë e ka marrë Kadri Azbiu një moment dhe ka futur të testoj, pra e keni në dy kohë, që shikoni në dy kohë, kur ka qenë i ri dhe kur ka qenë plak, e kam takuar në këtë moshë. Kush është ky? Ai pra që Xhafer Kanani për këtë po flasim, pra, ai mashtroi sigurimin e shtetit. Shteti i sigurimit. Pra, pasi Kështë e mundur, pasi bëri, sigurimi i shtetit bënde gjemën, po, pasi Ky e ka bëri, parodizuar shumë. ky që ka tallur, pasi bëri, ky që nga e Roma, ky duhet, po këta president koti kemi në gjithë, se këta duhet jepin një medalje këti, Ron, ky nuk jeton, apo jeton? ka vdek. Po edhe pas vdekjes, jepe i medalje këti. Ka dy histori interesante, Shata të gjënë më. ore ju le, po ta tregoj unë E më në rejmë, falë. dy histori. Falë tani se të ndrynë njëri. E para, Kadri Azbiu e ka ruajtur nga Feçor Shehu, dhe kam mbijetesën prej tij. E dyta, Kadri Azbiu e ka përdorur për të testuar sigurinë e lagjes bloku. Këte? Po, e ka fut në blok për të testuar E sigurinë. morën punë. Ja, është ajo që e morën punë. Këtu ka qenë i ri fare, Po pra, i ri Edhe i fare, pashëm, moshë atëherë ka edhe- filluar po atë dhe këtu ka qenë në vitet e fundit të jetës. Këtu ka qenë tani vonë. Me kë parti mund këtë qenë këtë tani vonë? Nuk ja di partit. Po opozitën me siguri. Nuk ja di partit. Vitin 90. Nuk ja di partit. Kjo Mimoza Ujka që vazhdo në Itali, Se ja u le fajnë të mashtruar, vëlla, se ai do kush e haka që kollaj, si nuk merr një informacion kush është kjo zyrë, për pas ka le nga... do tjetër. Unë sem, po keno një që... Sa pa dalë ata shalsi, policisë, ti vazhdo. Njeri ishte që kishte mbajtur shumë uniforma në shtëpi, 13 lloje uniforma policie. Po ky është ky i para 2 ditëve, i para 2 ditëve. Para 2 ditëve. Ka para 2 ditësh në Tiranë, një djalë i cili Ishte si policë gjithmonë, ë? jo, ai kishte punuar policë bashkiak, më ktheu kur përgjigje. kishte punuar policë bashkiak Dhe dhe u kap si i veshur me uniformë policie, ju gjetën shumë në shtëpi, ju gjetën një uniformë policie, 16 stema grada policie, 3 kapele, kishte bler një armë në Temu. Në kjo është kjo që ti sjellin nga Kina, që kjo Temu është.